Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se erdhët të gatuaj me Albanën. Mirëmëngjesi. Jemi në kuzhinë, kështu do të mundohemi që edhe recetat që kemi zgjedhur të jenë të shpejta, të thjeshta dhe padyshim për të ardhur deri në fund të parës të paktën, e cila ka nisur nga procesi. Atëherë tek patlıxhanët, gjë që normalisht do ta them edhe se çfarë kemi patlıxhan jahni me mish. Vendos patlıxhanët të prerë kubik, lëkurën e kam hequr një po, një jo, i kam prerë në kubik mesatarisht, Të lyra me miell të pudrosura, me krip derisa të lëshojnë atë lëngu në kaf. Më pas, spërkatja e miellit, spërkatja me miell bëhet për arsye të qëndrojë më krokante, sepse ajo është në varësi të gatimit. Dhe lëngu bëhet pak sa më i trash, sepse unë e kam jahni. Normalisht nëse ju doni mund ta bëni me qepujka të vogla ose unë e kam bërë me qepët e zakonshme. Kam domaten, mishin, patjetër kam piper. Tek piperi shumë mirë mund të shtojmë baharin. Bahari dhe uzo janë të dyja opsionale. I largoj. Pra i mbajta aq sa mua më duhen. Vaj ishte i nxehtë, jo i ngrohtë, i nxehtë dhe i ngrohtë mua më duhet vetëm tek qepa. Siç e kam, normalisht djegi këto anët e tenxheres. Gjithmonë tek e njëjti tigan ku janë lëshuar lëngjet. Rezultatin e duhur, vendosim pak fare vaj me spezjeks. Pra, është si puna e esencës së parfumit. Është më e përqendruar. Pak fare. Pra sot patlıxhanët po i gatuajmë në formën e jahnis me mish viçi. Kështu që kemi përdorur deri tani sasinë e patlıxhanëve të prerë në kubik, të hequr lëkurën dhe të pudrosur me miell dhe janë kaurdisur, janë skuqur pak në vaj të nxehur, qepa dhe mishi bashkë. Mishin gjë që unë e kam zier përpara. Dhe kam një kombinim të dy llojeve të mishrave. Do të shtoj domatet. Tek domatet kam një masë të konsiderueshme. Ja, këtu. Dhe shtoj me radhë. Kripën. Pak fare piper. Një gjethe dafine, gjethe lari. Ja ku kam një përzierje të duhur. Do të shtoj piperin, kokër, bahar, lëkurën e portokallit me pak fare uzo. Dhe ja, ku kam arritur tek të gjithë përbërësit. Derisa të bëhen. Normalisht marr ndihmën. Kjo do të përfundoj në tavë, në furr. Pra po të doni, e kaloni në tavë, unë për kohën që më ka mbetur, do ta kaloj në furr, sepse në tenxhere bëhet, nuk është. Përse e përziej me këtë luk, sepse më është më e duhur për në përzierjet. Do të shtoj masën që kam. Shtoj dhe mas ujë, gjë që furën në gradacionin e duhur. Dhe aromat janë të duhura tani me borzilokun direkt erdhën në terezi dhe në kulmin e aromave. Të gjitha erëzat që u shtuan
Patjetër që kanë punën e tyre, aromat e tyre, vlerat gjithashtu. Por kjo shtesa me borzilok dhe me domate do ta përmirësoj më shumë shijen. Tani të bëj një përsëritje. Një pjekje shumë të avashtë. Prandaj do në kalova në tavë, sepse në tenxhere do duhej shumë ngadalë. Jahni me patlıcan dhe mish viçi. 4 patlıcan mesatar, 500 gram mish viçi, 2 gjethe dafin, 5-6 kokra piper të zi, 1 filxhan kafe ujë të nxehtë, kimon, 1 lugë çaji, vaj ulliri, vaj lule dielli, 2 qep mesatare, 4 domate, 1 thelp i udhër, 1 lugë çaj uthull, krip dhe 1 copëz lëvore portokalli, të cilën ne e vendosim në uzo për më shumë aromë dhe shije. Tregoj produktet një herë për çfarë bëhet fjalë. Kemi kombinuar tranan me fasule dhe me mishin pastërmam. Tamam për stinën ku jetojmë, ku jemi, me këtë ditët në shi, edhe shion një vakt i ngrohtë i plot, një vakt kryesor, se tranan zakonisht jemi mësuar ta gatuajmë për mëngjes, po ja integrojmë edhe në gatimet të tilla kryesore të drekës. Ju duhen 4 lugë gjelle trahana, 1 lugë gjelle salcë domatesh, 1 lugë gjelle spec i kuq pluhur. Kemi 4 gota ujë ose 4 gota me lëng mishi, 1 gotë fasule të zjera, 1 lugë çaj krip, 2 lugë gjelle gjalp, 8 feta pastërma pa lëkurë, 1 lugë çaj me raki ose uzo, dhe kjo është opsionale sa për ta prekur dhe pak ngacmuar me aromën. Tani, pjesën kryesore të produkteve sigurisht që e kemi të para përgatitura, siç janë fasulet që janë zier, Pra, mishin po ashtu, kam lëngun e pastërman mishit. bashkë me trahanan. Shtoj akoma edhe një pjesë gjalpi. Dhe e lë pak sa të bëhet. Kaloj këtu një pjesë gjalpi, sikurse dhe salcën. Do të shtoj dhe piperin e kuq. I largoj. I përzjej. Shtoj lëng mishi. Krijoj tek gjalpi salcën e kuqe. Direkte e fik. Trahanaja kërkon është një gatim dimëror dhe kërkon yndyrë. Do të shtoj pjesën e fasuleve të zjera. Piperin. Te kripa do kem kujdes, sepse kam Ka pastërmaja. pastërman. Derisa të krijohet kjo masë e duhur. Shtoj. Pak uzo. Disa ara të thërmuara që është opsionale. Që shtojmë gjatë gatimit ose në fund dhe shkojnë dhe me pastërman, goxha, me trahanan po ashtu. Shtoj një pjesë. Këtë masë që mua nuk më duhet shumë, që ta zje sepse është. Mund t'i shtoj pakës qumësht. Pra, ara dhe qumshti janë të dyja opsionale. Qumshti krijon atë ajkosin që ne duam, thjesht e ngroh paksa, duke shtuar krip edhe piper, normalisht salcat gjithmonë ndërtohen me enë të tilla dhe me luk inoksi, jo me luk druri. Derisa mua më krijohet kjo mas, derisa kjo është salsa deri në veshjen e lugës. Pra, sikurse e kuptojmë, salsa më e mirë dhe më përqendruar është gjithmonë në anët
Shiko në anët e tenxheres. Trahana me pastërma dhe me fasule, shtuar erëzat, shtuar një grusht ara dhe ja një recetë e re. Duhet të jetë masa, duhet të jetë e hollë. Jo e trash. Nëse do filloj se do ftohet patjetër, trahanaja ka atë vetin që... Fikset ajo, po. Një pjatë e ngrohtë, tradicionale, pra se i ka të gjithë përbërësit, i ka nga tradita jonë, kështu që ja u sugjerojmë ta gatuani këto ditë me shi. Nuk po e sjell, sepse ne përfunduam tani hapësirën tonë të gatimit. Kjo është tava me jahnin tonë, me patullxhan, do t'i lëmë edhe pak minuta të bëhet gati dhe mund ta shihni në fotot që do të postojnë në rrjetet tona sociale, po ashtu edhe në recetat që do të postojnë po ashtu në YouTube, në Rrezet Diellit. Të lumshin duart, shihemi nesër, faleminderit për vëmendjen. Mirë se erdhët në këtë pjesë të programit, jemi në atmosferën e festave të nëntorit dhe sigurisht që ndjenjat tona patriotike janë edhe më të forta, aq më tepër kur këto i sjellin artistë të cilët gjithë jetën e tyre në fakt ja kanë kushtuar këngëve të cilat kanë mesazhe shpeshherë dhe goditëse dhe të fuqishme. I tillë është zëri që ka bërë goxha i honë në diaspor i Bekim Ibrahimit, i cili ka ardhur nga Zvicra sot në studion tonë. Mirë se erdhët. Kënaqësi Bekim. Faleminderit dhe suksese juve, emisionit dhe televizionit, shumë suksese. Faleminderit. Do të ndalemi pak te karriera juaj, por edhe tek klipi, videoklipi i fundit që u keni sjell enkas për ditët e festave të nëntorit. Unë jam Skënderbeu. Jo, ju jeni Skënderbeu, çdo shqiptar është Skënderbeu. Kështu titullohet kënga. Videoklip i bukur, i realizuar dhe në një bashkëpunim të parë tuaj me Edmond Zhulalin. Ashtu është. Është vetëm pak ditë më parë është publikuar edhe në kanalin tuaj në YouTube, kështu që ne përpara se të nisim bisedën dhe të zbërthejmë pak pasionin tuaj për këngën dhe mesazhet që u përcjellni shpeshherë edhe goditëse përmes këngëve tuaja. Dhe fillimisht regjia do të na prezantojë me videoklipin që e prezantojmë sot për herë të parë, apo jo? E ndjekim. E Bekim, shumë suksese për videoklipin, për këngët. Më trego pak kur është realizuar, sa kohë është dashur për ta realizuar, dje me vajza të rinë, është xhiruar këtu në Shqipëri, apo jo? Dhe një pjesë edhe në Shqiptari. Në Shqiptari. Në Shqipëri natyrale. Po është një këngë që më ka marrë kohë prej 2 vitesh. 2 vite. Sidomos teksti. Për tekstin kam bërë përpjekje me poetët që gjejmë më të mirën të mundshme, se nuk është kënga ime vetëm e ime e para për Skënderbeun, po këngën edhe tjerët, po edhe mbrapa me do të këndojmë prapë për Skënderbeun. Kështu që mundum të gjejmë një shprehje tjetër, një metaforë tjetër, edhe derisa një moment u bën 2 poetë që më bën këtë tekst. Janë angazhuar 2 poetë për tekstin e kësaj kënge. Janë Lindita dhe Johevida. Që ti falenderoj shumë, me që jemi të bashkëpunëtorët, pasandaj kompozimin e kam bërë vetë, për orkestrimin, masterizimin e falenderoj shumë Edmond Zhulalin, që ka bërë një punë shumë të mirë. Kjo është bashkëpunimi i parë juaj. Me Edmond Zhulalin. Si ka qenë ky bashkëpunim? Fantastik ka qenë, shumë mirë. Deri tani, mos ta lëvdroj veten, ose punën tonë, se punën tonë do të thonë vlerëson publiku. Tani bashkëpunimi i parë ka shku shumë rrjedh, shumë natyral. Si zgjodhe figurën e Skënderbeut për të shkruar, orkestruar dhe sjell një këngë këtë ditë festash? Po, për mua, për gjithë shqiptarët. Dhe figurave të tjera historike? Patjetër, jo kënë këndu. Shqiptare? Shqiptare, Ademia Sharit, Ibrahim Rugos, Gjak shqiptar, jam shqiptar, shumë këngë tjera, po dhe gjuhës shqipe kam këndu. Po, Skënderbeu është një figurë që gjithë shqiptarët, ku do që janë, 4 anët e botës, në mbledh Skënderbeu, pa dallim feje, pa dallim partije, pa dallim gjinie. Çdo shqiptar është një Skënderbeu. Kështu që, edhe në klipin tema është edhe aty një vajzë me shpat, kemi dashur me tregu se edhe gjini tjera, jo vetëm gjinia mashkullore, është vetë Skënderbeu. Tani do të them fjalët e Skënderbeut. Liri nuk ja solla, po gjetan mes jush. Unë po them, këngën e Skënderbeut jafsolla tani, po Skënderbeun e gjeta të ju e të çdo shqiptar. Kudo në 4 anët e botës. Jo vetëm këtu në brenda Shqipërisë, në Kosovë, po gjithandej. Ku janë shqiptarët, është gjaku i shqiptarit dhe është Skënderbeu. Prej 4 dekadash këndon, prodhon këngë, jeton në Zvicër, nga Gjilani, nga Prishtina. Je një zë i njohur në diaspor, duke sjell këngë të cilat kryesisht kanë tematikat patriotike.
këto tematika lidhen me të qenit larg atë dheut, apo janë më shumë le të themi tematika të cilat i do diaspora dhe ju jeni përshtatur kërkesave të publikut? Nuk është se unë këndoj vetëm për diasporën, ose nuk është se unë mjef vetëm diasporën, ndoshta më shumë më njohin vendorët, po në diasporë kam bërë 20 ditë live muzik, u vin nga live muzika. Këngët patriotike ndoshta neve na lidhin pak edhe me që jam me origjinë nga Gjilani dhe Prishtina, siç e dim domthonë para 25 viteve kemi qenë luftë, edhe pse s'kam qenë direkt luftë, kam qenë para luftës domthonë deri në vitin 91, edhe për regjimi domthonë që kemi qenë presion, jemi bë, si më thonë, kemi shfaq patriotizmin edhe më shumë. Po. Edhe ndoshta edhe tani e shfaqmi edhe unë që jetoj në diasporë, na mungon tani shqiptaria dhe e shfaqmi patriotizmin më shumë. E shfaqni më shumë, e kam dëgjuar fakt dhe po është dhe vërtet ndoshta, që shqiptarët e Kosovës janë më patriotë, shfaqin më shumë patriotizmin sesa shqiptarët e Shqipërisë. E shfaqim se nuk jemi më patriotë, se është një dy gjëra që duhet dalluar, se po e marr me shembull pak më parë para ca jave, ai ishte ai tubimi këtu te sheshi Skënderbeu. Po ishte në Tiranë, po mbush. Kështu që ishin shumica ishin nga Tirana, nga Shqipëria. Kjo do të thotë, dua të them se patriotizmi ne kemi shfaq më shumë se neve na ka munguar. Po për tema të tilla, e shfaqni më shumë. Po, e shfaqmi, po. Më të plotë, më të fuqishme. Unë them, ai që e ka patriotizmin në gjak e ka, pavarësisht se ku jeton, në Tiranë, në Gjilan, apo New York, në Zürich. S'ka rëndësi vendi, ka rëndësi personi që ka ndjen. Kaq. Sa vite ke Bekim që jeton në Zvicër? 34 vite në Zürich. 34 vite, që prej 90-s? 91. 91, që jeton andej me familjen tuaj? Me familjen, po. Kam gruan 3 fëmijë. 3 fëmijë. 3 fëmijë. Ata janë përfshirë në muzikë? Vetëm vajza për moment shkon në shkollë të muzikës një herë në javë në piano. Edhe djali i dytë ka filluar autodidakt. Tani ja kumulon vetë të zgjidhen. Me bashkëshorten jeni njohur këtej në Kosovë apo? Jo, unë kam qenë Zvicër, kjo ka qenë Kosovë, pak në kohën e luftës jemi njoftë. Jeni njohur. Po dhe kumë silë pasan dhe Zvicër edhe jemi mbartu. Dhe aty përveç se pasionit që ke për muzikën, me çfarë merresh tjetër në Zvicër? Unë e kam një biznes prap me muzikë. Një fjalë popullore thotë, unë shkojmë punë duke këndu dhe kthehem nga puna duke këndu. Se jam tanë ditë ndërmend me muzikë. Me vegla muzikore. Me vegla muzikore. I marrë me veglat viteve 70-80, antike, pak se loj antike, edhe i reparojmë disa vetë, disa i reparojmë tjerët, edhe i kemi për klientët. Për klientët të cilët merren me muzikë. Bekim, një jetë me skëngës, po ashtu edhe gjithë pasionin tënd, gjithë jetën tënde kushtuar, dedikuar muzikës dhe kryesisht muzikës patriotike dhe vura re që pjesën më të madhe të klipeve i ke xhiruar në Shqipëri. Të pëlqen më shumë të xhirosh në Shqipëri, apo ke gjetur dhe bashkëpunëtorët më të mirë këtu? Shifer, mirë që më bëre këtë pyetje. Vret edhe të klipet e mia, të këngë patriotike, kush dosh që të valvis flamuri, është vetëm një flamur që e kemi ne. Vetëm flamuri shqiptar. Nuk ka tjetër flamur, kështu që çdo shqiptar, kudo që është, e kemi vetëm një flamur. Tani këngë ti kumë gjiru kryesisht ndoshta Shqipëri, për shkak se bashkëpunëtorët edhe tematika e këngëve. Po edhe, si me thonë, për neve na ka mungu gjithmonë Shqipëria, se që vim këtu, që jemi diçka të pasbuluar, pa parë për neve. Dhe është më interesante, kështu që më kanë thonë edhe shumë nga bashkëpunëtorët e kanë shkruar që i ambasadoru i më i mirë i promovimit të Shqipërisë në diasporë. Se dhe klientët që vinë tek unë, u javë të regoj shumicën e këngëve, thonë, wow, ku është ki vend? Shqipëria është. Wow, kër i shofin gjërat edhe që këmë bë këngë, do më thonë edhe në Bregdete, në Male, Kaloja, wow, thonë, sa e bukur që në këtë së kemi ditë. Pa dyshim, artistët janë ambasadorët më të mirë të promovimit të Shqipërisë, edhe në shumë dimensione. Po, përmes klipeve, përmes prezencës time, po dhe përmes qiftelisë, që kam një qiftelin punën time që e mbaj, se nga ti kemi fillu gjithë, nga qiftelia, edhe luj pak edhe me qiftelia ato që dëshirojnë. Thënë, wow, thotë, shife një instrument, thotë, me ditela, qëfar tingullit bukur, thotë. Si ka qenë marrëdhënia jote e parë, ose kontakti jote i parë me qiftelin, veçën se është një instrument unë qiftelin kam fillu muzikën në qysh moshën 6 vjeqare, dhe qiftelin e kam saju në moshën 6 deri 7 vjeqare vetë. Nga furka e nenës, furka është ajo që leshi që bët peni, e ku marë, edhe ku më saju,
me 2 pej kështu, edhe kom bo link, së ku qiftelia. Edhe këtë e ka dëshmu, se shkru edhe një monografi, një liber nga Jafita, një punë 2 vjeqare, që do t'ja vja pasandej, ta keni librin edhe ati hala, motra e babës tem, hala jeme, është mbi 90 vjeqare, e ka dëshmu në intervjist, thot po, thot, kujtot bekimi qysh i vogël, thot e mirë të furkën në lunë të thot me qifteli. Po ka qënë, të halishën talent ka qënë një gjakë, si të thuash. Po s'kish me ande, në të kohë isha i vogël, edhe mirë me lunë, kështu si fmi si lundre, kupton. Dhe nga i moment, dhe më thonë, kom fillu me qifteli. Fut një gjakë më shumë dhe pasioni për këngën. Ndërkohë, ti bekim ke studuar për mjekësi, apo jo? Po. Unë kam mbaruar shkollën e mesmit medicinës dhe një vjetë universitet, pasandej 91 ishën rrethonat erthire që të shkoj. Në Universitetin e Prishtinës, apo jo? Po, Prishtinë, po. Edhe i kanë Zvicrë. Se ka mbetur peng që nuk e ke vazhduar mjekësin? Pa tjetër. U angazhove më pas në muzike dhe jetat mori tjetër drejtim? Po, se e kom pasë pak si trashëgim, se baba e babës tem ka qenë mjek popullor. Unë do shta si fëmijë, kom po gjithmonë duke rregullu muskujt, duart, mjek popullore, sa janë të vetë i rregullonte, do shta si fëmijë më ka inspiruar më shumë, do shta është trashëgu në gjendet e mjë, kështu që medicinën e kesha shumë me dëshirë, po tani rrethonat edhe i kanë Zvicrë, tani duhet mu sistemu, mu integru ati, nuk është e letë, se shkon me dur në gjepa, se thë një fjallë. Po, ishte fillim i vështirë për të gjithë në atë periudhë. Për të gjithë, po, edhe tani vazhdova me muzikë. Vazhdova me muzikën dhe nuk e ka dalë keq me sa shof. Jo, a që vazhdo me muzikë, a që vazhdo me muzikë, nuk i del kur keq të paktën nga ana emocionale. Unë muzikën e baj për qef, e baj për art, e baj për publik, jo për ndonjë interes material. Nuk e baj. Unë muzikën dhe shqyqyr që e kam domethënë këtë mundësi. Se tjerët e bajnë për punë. Një pjesë e madhe ka punë, a i ka tjera rrethona. Po gjithsesi, edhe nga aspekti financiar nëse e shef, ka fitim muzika që ti bën? Unë kam bën 20 ditë live muzikë. Po, shife më varet se ku je i sistemu. Jo vetëm në Zvicër, por edhe në diasporë, si këngëtari muzikës live. Po, në diasporë pra kam bën. Unë tani nuk jam i varë nga kënga, nuk e di se si janë rrethona këto 10-15 vitet e fundit me muzikën, me këto, domethënë me pagesa, me këto, po janë njerëz që jetojnë nga muzika, bëjnë një punë, po. Dikush pak më mirë, dikush pak më ndryshe, po. Ndërkohë, bekim ti përveç muzikës ke shkruar një libër. Po, e kanë shkruar tjerët për mu. E kanë shkruar tjerët për ty, për jetën tënde. Është poeti, shkrimtari Jafita, që është edhe shumë autori teksteve të mia. Ka bën një intervistë, monografi, mbi 4 dekada në artin e muzikës, ka bën një punë 2 vjeqare, 2 vjeç ka bën intervistë me mu. Po thuj se çdo ditë. Edhe akoma vazhdon, po mënyrë miqësore, s'besoj që do të vazhdojë ndonjë libër tjetër. Po jam shumë mik me ta dhe e falenderoj shumë, po është shumë monografi. Cili është kapitulli që ty të ka pëlqyer më shumë në libër? Po, çdo gjë më ka pëlqyer sa është e ime origjinale. I kam rëfyer ka shumë gjëra, ndoshta. Ke diçka apo ato që ke dashur të lexoj publiku? Atë që është reale, çdo gjë është reale. Poeti ka bërë intervistë pra 2 vjeçar, çdo gjë e kam tregu. Edhe ndoshta është pak më e veçantë ceki nga libri, ndoshta është periudha e viteve 90 kur është bërë helmimi i shkollave nxënëse në Kosovë. Edhe unë kam qenë, domethënë, po s'kam qenë i helmuar personalisht. Ki qenë një nxënës nga shkollat që janë helmuar. Domethënë janë helmuar 5.000 nxënës. Është shkruar edhe kjo në libër. Si e kujton atë moment? Nga erdhi helmimi dhe ma rikujto pak si ngjarje. Domethënë, siç e thash edhe më parë se neve na kanë bërë thonë të shfaqmi patriotizmin edhe më shumë. Domethënë, është edhe unë jam nga ajo gjenerat që kemi rezistuar fuqinë më të madhe ndoshta. Edhe në shkolla, domethënë në 90-ën erdhi momenti kur ato në ujë hudhën helm. Dhe ato nxënës që ka pi ujë janë helmu. Unë atë ditë kam qenë në spitalin e Gjilonit në praktikë. Pa ti u humbje jeta të nxënësve? Tani nuk kam shifra, unë mu flas për 6 nxënësit që kanë qenë shokët e mi dhe shoqet në klasën time, edhe ato kishin simptome 3 herë në ditë ose 5 herë në ditë a livanose ato, nuk me një frymë do. Unë isha spitalat ditë dhe fillu nxënësat me ardhë, s'tinim që atë bënë mas mjekët, erdhën atë shumë nxënës, sa i shtrimë në përbarin, aty në park, dhe më thonë.
është të merë, Një prej ngjarjeve që ti e kujton dhe që është përfshirë dhe rrëfyer në librin. Po, do e lidhë një gjë me që jemi të helmime, ndashta. Është edhe shkruaj kjo në libër, se është reale, edhe pasandej gjithë të helmuarit, do më kishin simptome, kishin probleme me vështërsime, me frimarje, emocionale, psiqike e ndej. Edhe një moment në gjuhën sërbe, që kishmi lëndën sërbe, do më thonë në shkollë, të obligume, një në javë, edhe me një moment u alevanësën. Sa alevanës njëri, rënë gjithë tjerët. Edhe a i tha, shihi, gjuhën sërbe, se flasë vetëm shqipun, tha, shihi artistat shqiptarë. Nuk shkoj një lëndim, po u talë të thënë të i shifi artistat shqiptarë. Unë ngrita në kom, Edhe mbaja karikën kështu, me dora, e merë dëri këtu. Tha, qa dënë ti? Thash, artist jam unë, se unë isha njërë që me qiftelije, me fisarmonika, këton, më fnin gjithë shkollë që isha me muzikë, thash, për artist jam unë, po unë shëndrën kom, thënë, po këtu nuk janë artist, thash, ju i kini helmu. Po, skuq, edhe merë deri këtu, thash, provoje, më zbën, dishka se e pa se e mbaja karikën me dorë. Kokë forcine e kemi pak. Shok klase? Jo, profesori. Profesori ishte i gjuhës sërbe. E ju thonë të i shifi artista. Do më një helmun, edhe u talnin. Qartë. Me shumë ngjarje të tjera të përjetuara prej fëmijëve. Për atë arsye, do më thonë, ne shfaqmi patriotizmi më shumë, edhe dukemi më patriote. Po si shqiptar, gjithë jemi patriota. E drejt. Bekim, sa këngë numëron në repertorin tënd? Unë një këmë ndonë 2 faza, ose janë do vetë këngët në 2 faza. Para luftën, pas luftën. Para luftës Kosovës, do më thonë, kam 24 këngë. Edhe kryesisht 2 albume janë me këngë patriotike, se ishte ajo faza, do më thonë, luftës janë me këngë patriotike, edhe një është me këngë dashurie, ritmike, kurse tani nga 2020, po ata një pushim, do më thonë një 10 vite, deri 15 vite, 10 vite ishe lërkë publikut, se ndërtova biznesin, se nuk ishte e letë, se unë ndërtova nga zero, fillova nga zero, ndërtova, sistemova, tani jam regull, nga 2020, filloj, pak para se të filloj pandemia, unë prapë u startova me këngë. Në këto 5 vite, këto 5 vite, 36 këngë. Po, gjitha me klipe, po, gjitha regjiti bëj vetë. Këngë voluminoze, gjithka. Po, të pak të nuk e kam qëllimin që të tjetë kuantiteti, po tjetë kualiteti. Tani nga ana ime, ja maksimumin me gjithë bashkëpunëtorët e mi, ja bëj maksimumin. Projektet e arshme? Ke një këngë në duar? Po, pa tjetër, punojmë gjithmonë projektet e arshme. Për këtë vit do e mbyllim me Skënderbeu. Pa tjetër, mbyllja e më e bukur. Me e bukur e vitit është për Skënderbeu. Po thua, do më thonë, këngë patriotike, këngë për vendlindjen, për figurat kombëtare, këngë për dashurin, pra i ke ndërthurë më së miri temat që... Po, unë i kapi këto tema, po do të këndoj, po e marrë shembull, nuk janë vetëm patriotike, po publiku më ka thënë kështu. Thot Bekim, kur të shoh ti këngë patriotike, thot, wow, thëmë, çfarë patrioti. Kur ta shoh këngën e dashurisë, wow. Se sa i dashur me këtë këngë. Unë futem këngë, unë e përjetoj këngën, e përjetoj kompozimin, video, çdo gjë e përjetoj. Se për ndryshe nuk e bëj. Ç'mendim ke ti Bekim për muzikën që bëhet në ditët e sotme? Muzikës komerciale? Po tani, thash unë kam një fat që nuk varem nga kënga, të jetoj nga kënga. Nuk do t'i mbroj artistët në atë kuptimin, po me një farforme do e them që njerëzit që jetojnë nga kjo punë, dhe më thonë, jenë sikur detyruar të bëjnë do gjëra ma komerciale, se ndoshta dhe nuk i funksionën ndryshe. Jo që i dojnë artistët. Se në realisht... E do tregu. Po, e do tregu, se realisht artisti është pasqyrja popullit. E drejt. Tani, ne bëjmë, tani, nuk do të përjashtot se do të se ma kam bëhë pyjtën, pëse a din me këndu rap. Këmë thonë, nuk di, po, nëse kërkoni shumë, po do e bëj dhe një rap. Pse jo? Po këmë thonë, nuk do e bëj me rapin e këtë reperve, se mu nuk më pëlqen tekstet. Në atë kuptimin fjallet banale. Në muzikën që ti bën janë tekstet, mesazhet goditëse të tyre. Po tekstet janë në atë kuptimin shumë banale që karakteri jem nuk i pranon këtë gjëra. Tani, edhe videot e mia, se më kanë thonë shumë shikus, shumë klient, shumë adhurus, me simpatizus me, thot Bekim, të faleminderit, thot ty, se këngët e tua, gjithë këngët e dashurisë, lirim o patriotiket, po dashurisë, thot, i shofme me mishtë e tonë, me fmitë e tonë, me gratë e tonë, me vajzat e tonë, edhe nuk turpërohemi.
E ndjen vetëm shumë mirë se më kanë thënë njerëzit ka ndonë ndonjëherë që për shkak ndonjë klipi, bodët klipit, thot, jemi detyruar të ikim nga dhoma, të shkojnë dhomën tjetër se më vjen të turp nga fëmijët e mi, nga vajzat e mia. Unë, nga karakteri jem, unë nuk dua që klipin tem ta shoh e sheh vajza ime, gruaja ime, familjarët e mi gjithë se shohin që ato të thonë vajza ime të shojë si ve babi. Unë të krenoj me anën tjetër kurse vajza ime të shoj, ose gruaja ime, ose nona ime, ose a kupton, familjarët e mi, po edhe gjithë miqtë e mi, edhe gjithë ju pra, edhe gjithë ju medium, me gjithë ju një. Absolutisht. Faleminderit, ky është dhe një mesazh në fakt për ato çka duhet të jetë në fakt muzika. Unë falenderoj shumë që erdhe në Reze Dielli. Turoj shumë suksese me këngët, me pasionin dhe me projektet e ardhshme. Faleminderit ty dhe televizionit dhe faleminderit publikut pra. Faleminderit Bekim. Suksese dhe festa të para të bekuara për të gjithë. Mishtë erdhët përsëri në Rezen ton, me Altin Jokën do të ndalemi sot tek një bakter shumë i vogël faktikisht, por që është shumë i rëndësishëm për shëndetin e stomakut, nëse ai është me tepri apo nëse është në nivele të zakonshme. Bëhet fjalë për Helicobacter pylorin. Tek shumë njerëz jep shumë problematika, te disa të tjerë që ndronë i fshehur. Disa e trajtojnë me antibiotik dhe përsëri rishfaqet, disa të tjerë nuk kanë shqetësime. Si duhet të trajtohet Helicobacter pylori, cilat janë ushqimet që na dëmtojnë më së shumti dhe cilat janë ushqimet që duhet i shmangim. Çfarë problemesh na sjell në organizëm? Të gjitha këto do t'i sqarojmë dhe do t'i pyesim me Altin Jokën. Të përshëndes Altin. Përshëndetje edhe ju dhe faleminderit për ftesën. Ti në divan, unë në divan, le të bëjmë një bisedë të shtruar tani për këtë bakter që shqetëson një pjesë në afron teknologjia duke sikur jemi afër. Të konsiderueshme të njerëzve. Shiko, unë mbaj mend që ne para disa vitesh, 3 vitesh, ndoshta, e kemi prekur si tematik, por her pas here neve na shkruajnë edhe ndjekës, cilët zgjedhin tema shqetësime që ata kanë më shumë në shëndetin e tyre, ndaj dhe përzgjedhim një pjesë të konsiderueshme të mesazheve për t'i trajtuar në temat tona me ekspertët tanë. Tani le ta sqarojmë pak se çfarë është Helicobacter pylori dhe sa i rrezikshëm është ai për stomakun. Sado që mund mos kemi respekt për Helicobacterin, duhet kemi respekt për gjenialitetin e tij. Për arsye sepse është gjeniu i baktereve dhe është gjeniu i mbijetesës. Ka një inteligjencë biologjike të jashtëzakonshme. Dhe nuk është një bakteri i zakonshëm si të tjerët. Vetë struktura e tij në formë spirale, se dhe edhe emri Helicobacter vjen nga aspekti se ai është spiral, dhe pylori, sepse ai shtrihet në pjesën e fundit të stomakut, pra të pjesa e pylorit që lidhet me pjesën e zorës së hollë, vetë struktura e tij është aq unike që e bën të fshihet shumë mirë, të jetë një lloj mjeshtri i kamuflazhit, të eci me një shpejtësi të jashtëzakonshme dhe të futet sa më thellë në qelizat tona. Mund të themi është një mikroorganizëm që ka 5 mekanizma të ndryshme që e mashtron jashtëzakonisht mirë sistemin tonë imunitar. E para ul gjithë sinjalet kimike që transportohen nëpërmjet nervit vagus, nëpërmjet sistemit nervor dhe pjesës së stomakut apo dhe pjesës gastrointestinale, e dyta fshihet jashtëzakonisht mirë, pra kamuflohet, krijon nga ana tjetër një lloj qeleshe ose po themi krijon një lloj helmete për të mbrojtur edhe ndaj acidit në stomak, ndryshon nivelin e proteinave në stomakun ton, gjithatë kur ne kemi, dhe po ashtu prodhon një enzim që paralizon qelizat tona. Helicobacteri është një bakter me një aftësi që përshtatet shumë në ambientin acid. Shpesh thuhet që në ambient acid ai nuk përshtatet, po është i vetmi mikroorganizëm i njohur që mund të mbijetojë në dekada në stomakun e njeriut, që nga voglia, merret që nga voglia, nga aftësia që ka, se shumë i aftë, dhe nga ana tjetër i vetmi që nuk trembet nga acidi i stomakut. Nuk ka bakteri që reziston kollaj në acidin e lartë të stomakut, ai e sfidon atë në çdo kohë. Pra, po ata që kanë mungesë acidi? Po ata kanë më keq se i shtyhet nga pjesa e pylorit shkon në pjesën tjetër të stomakut dhe kalon më lart. Po flasim në nivele normale ose në nivele tjera. Çfarë bën? Fshihet te acidi dhe e përdor ta acid për ta ndryshuar. E ndryshon nivelin e acidit rreth rrotull dhe sidomos madje edhe antibiotikët që mund futen nuk e rregullojnë dot. Pra, thjesht Helicobacteri futet në mukusin e stomakut, aty ku acidi nuk e prek. Gërryen murin ngadalë
të stomaut çdo ditë, duke ngrënë, duke irrituar, duke ngrënë qelizat tona, duke krijuar urth, gastrit, ulcera dhe në fund fare mund të shkaktojë edhe kancer. Kryesisht është pjesën e poshtme që ne po themi, por është një gjë. Helikobakteri nuk jeton vetëm në stomak, jeton edhe në gojë, jeton në mishat e dhëmbëve. Prandaj dhe shpesh nuk largohet edhe kur të bëjmë ne cikle të ndryshme kurash etj. Dhe nuk është bakteri stomaut, ashtu siç thuhet. Është bakter i traktit tretës, se në shumë raste ai kalon edhe në pjesën e zorës së hollë, duke sjellë refluks, fryrje, mungesë të hekurit dhe të anëmis, që është një nga arsyet kryesore, probleme të mosmarrjes së disa mineraleve si magnezi, zinku, mangani, kromi dhe të tjerë, dhe në shumë raste, duke konsumuar nga pak stomaun ton, neutralizon këtë acid që tham, ndron formën së shumë e veçantë. Ai ndron formën e ADN-s. Ai ndryshon dhe arrin në tipe të ndryshme duke lëshuar toksina të ndryshme dhe në momentin që ti do ta vrasësh me një element tjetër, ai kalon një mutacion tjetër dhe lëshon të tjera lloj toksinash që ti nuk e kap. Dhe ndonjëherë to toksina trupi i ngatron, sistemi jon imunitar dhe i lë njësoj. Ky është pra helikobakteri. Ky është për ta, domethënë se e sqarove si një nga bakteret më të forta, më të rrezikshme që ndryshon, më të zgjuara, më të kamuflazh, edhe më të vështira për të kuruar, për të trajtuar, se the edhe antibiotikun nuk e mban. Po derisa ka më shumë se sa 100.000 vite në trupat tanë që na ka shoqëruar në historinë njerëzore, është bakteri që na ka shoqëruar deri tani më tepër në historinë tonë dhe është një bakteri që mund të rri dhe 50-60 vite mund të rri në trup pa u shfaqur fare. Ka fëmijë që e marrin moshën 8 vjeç, 10 vjeç dhe shfaqin moshën 30, 35, 40 vjeç. Si merret Helicobacter pylori? Helicobacter pylori mund të merret nga uji, mund të merret nga ushqimi, mund të merret edhe nga personi tjetër. Pra është dhe ngjitës? Ngjitës po patjetër. Shumë ngjitës. Ngjitës sidomos tek ku marrim këto shishet e ujit që ne pim, e pi një familjar e pi tjetri, ngjitës jo në kuptimin nga frymarrja, ngjitës nga pështyma, nga uji, nga gode ujit, nga një lugë e palar, nga një pirun kur ham në një lugë me tjetrin, kur pim në një shishe ujë me njëri tjetrin, ku kemi probleme tek jashqitja pra në të pa disinfektuar ambientet e tualetit, patjetër që merret në të gjendje. Po mirë, pse disa njerëz e zhvillojnë këtë lloj bakteri me infeksione të forta, me simptoma më të forta, disa të tjerë kalojnë pa e ditur fare se kundër e përmendet që qëndron në trup edhe ai nuk shfaq shqetësime. Këtu lidhet me imunitetin e individit apo me mënyrën se si ai ushqehet? Jo, kjo faktikisht është një pyetje që do shumë shpjegime ose është shumë komplekse dhe nuk është kaq e thjeshtë, sepse është sa mjekësore, është sa biologjike, është sa kimike, është sa fiziologjike, është sa imunitare, është edhe stili jetesës. Që do të thotë çdo person ka një profil imunitar jo të imunitetit të përgjithshëm, të imunitetit të mukozës. Pa po flasim për imunitetin e mukozës. Në momentin që ne kemi një imunitet të mukozës, pra çdo person ka një imunitet, e ka mukozën e stomaut ndryshe nga çdo person tjetër. Dhe në këtë moment, kur ne kemi një dëmtim, pra nëse mukoza e stomaut nuk është e fortë, bakteret mund të ngjiten kollaj aty. Dhe në fillim nuk shkaktojnë dëm. Por gradualisht, duke dëmtuar të mukozë dhe atë që ushqejmë ne, pra kryesorja kush është terreni. Terreni një personi, sepse helikobakterin e ka në afërsi 70% njerëzve në botë, por jo të gjithëve ju shfaqet. Ka në 70-90 tipet e helikobakterit, por faktikisht disa janë shumë të rrezikshëm që shkaktojnë kancer. Për shembull, helikobakteri aziatik që quhet, në Japoni për shembull njerëzit vdesin nga kanceri stomaut shumë më tepër nga vendet e tjera, sepse helikobakteri atje është një nëntip që është jashtëzakonisht kancerogjen. Pra duhet ta kuptojmë. Në rast tjetër pastaj varet pra terreni. Kryesorja është terreni i mukozës stomaut. E dyta është niveli i stresit, gjumi, ushqimet që ne konsumojmë, çrregullimet hormonale, inflamacioni kronik i përhershëm që ne kemi. Atëre, nëse ne do kemi një stil të mirë të jetesës dhe të gjitha këto që unë thash në rregull, helikobakteri do flej. Ti e ke, të gjithë mund ta kemi, ose 70%, por jo të gjithë shfaqet. Atëre, helikobakteri do flej 30, 40, 50, 60 vite, ndoshta tërë jetën atje. Në rast se ne do t'i ndryshojmë të gjithë to pjesë të stilit, do dëmtojmë me anë të ushqimit ton, gjumit, stresit, e këto që ne tham, shtresën e mukozës ton, pra terrenin kryesor, ai gjen një terren dhe zgjohet. Në praktik ne tham ka 17 lloje. Është një nga speciet
mund të themi e vetë, nuk është pra një specie vetme, po është një specie që ka 9 tipet e tyre që janë shumë agresiv në raste caktuara. Dhe sa më shumë që ta lëmë helikobakterin ose terenin ta shfrytëzojmë, aq më të rëndë kemi situatën shëndetësore duke na shkaktuar tash që nga uçat ja pikërisht këto simptomat do doja. Dhe jo vetëm kaq, por shkakton dhe Alzheimer, probleme me demencën, probleme me rënien e flokëve, probleme me rënien e energjisë, probleme me disa sëmundje autoimune që vinë më pas. Pra nuk është kaq e thjesht sa ne kujtojmë do na shkaktojë një problem në stomak apo si një fryrje. Na shkakton shumë probleme, duke dëmtuar edhe pjesë të mikrobiomës zorës, duke ndërhyrë deri tek problemi enzimatik në mëlçi. E kuptova. Pra këto janë pak a shumë edhe simptomat me të cilat ai vjen? Kur ne na shfaqet një ulcer, si ta kuptojmë që është zgjuar helikobakteri tek trupi ynë? Janë të ndryshëm simptomat të një personi tjetër, se jemi të ndryshëm. Në disa raste janë të forta, në disa raste janë të lehta. Pra varet nga sistemi imunitar që ne kemi në përgjithësi tani, varet nga sistemi imunitar ose nga imuniteti që ne kemi në mukozën e zorës dhe të stomakut kryesisht, nga stili jon jetesës. Simptomat që mund të jenë janë këto. Në fillim fare mund të kemi një djegje. Po të vëni re, kemi fëmijë në moshën 12-13 vjeç, sikur i dëm gjoksi, sikur i dëm zëmra, kanë pak djegje, ka një probabilitet që këta fëmijë në disa studime është parë që kanë marrë helikobakterin dhe pas 15, 25, 35 viteve i shfaqet. Varet se ka që i shfaqet dhe më shpejt, varet nga i tereni që ne tham. Atëre kemi djegje. Në ana tjetër kemi një rëndes në stomak, sidomos kur ushqemi. Kjo është nga arsyet kryesore. Në ana tjetër është edhe pse ham pas një farkohe na duket se stomakun e kemi bosh. Pra na duhet përsëri të ushqemi. Në ana tjetër është urthi. Nëse ne do kemi urth, sidomos djegjet krahërori që ndonjëri i ngatron me problemet e zemrës ose të ftofjes, kemi fryrje ekstreme. Pra kur ne fryhemi, kemi dëgjuar njerëz që thonë fryhem kot edhe nga uji, nuk konsumoj asgjë, vetëm ujë pi dhe fryhem. Atëherë ata do kenë një probabilitet që mund ta kenë të. Nga ana tjetër, në mëngjes kur çohesh, nëse do kesh nivele të përzjera, të vjen si të vjell, të vjen një lloj neverie që u çove, kur nuk ke probleme me hipertensionin apo një problem me diabetin, duhet dyshosh se ke helikobakter. Nga ana tjetër, oreksi shumë i çrregullt. Kur ti ke një oreks të çrregullt, ta hahet tani një ditë nuk ta hahet, një ditë ta hahet pas 6 orëve, 5 orëve, 7 orëve, 8 orëve, pra ku ke një disbalancim oreksi, është kjo. Nga ana tjetër kemi gromësitje të shpeshta. Pra kemi gazra të shpeshta, gromësitje po themi. Nga ana tjetër ku kemi halitozë. Halitoza është aromë keqe e gojës, aromë keqe që nuk largohet, edhe sepse halitoza nuk vjen vetëm nga helikobakteri, vjen nga shumë elementë të tjerë. Por në momentin që nuk largohet as me larjen e dhëmbëve, as me rregullimin e dhëmbëve, as me infeksionin që ne kemi hequr, ky është një problem. Në ana tjetër, ku kemi një lodhje kronike të energjisë, sepse ai përfit të tëra pjesën kryesore të mineraleve, ose më saktë, nuk e lë të mineralet të kalojnë në gjak. Kur kemi rënje flokësh, kur kemi mungesë të hepurit, kur kemi probleme me tiroiden, kur kemi dhimbje barku herë pas here, kur kemi të kruara këtu, në fyt, ku shpesh ne kruhemi, 1 e 2 kruhemi. Një person kur ta shikoni një person që 1 e 2 e bën pa vetdije, pra kur ka një kruarit të tillë në midis lëkurës së pytit dhe qeli pjesën e gjoksit, atëherë mund të jetë një nga këto. Pjesa tjetër pastaj janë dhimbjet padurueshme, anemia, tash edhe këto të tjera që mund të shkojmë, ndonjëherë dhe rënja në peshë. Rënja shumë peshë e këtyre problemeve dhe kërkimi ushqimeve të ëmblave që nuk lidhet vetëm me parazitët, por lidhet edhe me këtë sepse është një shenjë e çrregullimit të aciditetit. Kur ne kërkojmë ushqime të ëmbla, truri merr një komandë që jep një komandë që të marrin për të rritur ose për të rregulluar dhe balancuar aciditetin dhe patjetër që duhet futur sheqer në gojë. Ose gjëra të ëmbla, më falësh. Gjë më e shpejtë e trajtimit të Helicobacter pylorit është marrja e një kure me antibiotik. Por edhe pse mund të merret kjo kur përsëri Helicobacter pylori do të shfaqet, do të rishfaqet. A ka kur më të fortë se antibiotiku për ta larguar Helicobacter pylorin? Si mund ta largojmë? A mund të largohet, a mund të trajtohet? Atëherë, të flasim të antibiotikët. Në këto 10 vite, në këtë dekadë ka ndryshuar shumë gjëra. U mësua që Helicobacteri nuk jeton vetëm në stomak, po jeton edhe në gojë. Dhe në shumë raste kur ne përdorim antibiotik, nuk e vrasim dot, ai rikthehet prapë. Po ai jeton edhe në plaka dentare kryesisht, jeton në pushtym. Antibiotiku nuk vret gjë në pushtym. Jeton në gjuhë, nuk e vret dot në gjuhë. Kështu që këto zona nuk ndërhyjnë, pra ta dimë në radhë parë. Prandaj dhe shpesh Helicobacteri edhe pse bëjmë ciklet të antibiotikëve mund të rikthehet përsëri.
Kjo është arsyeja numër 1. E dyta është mukoza e dobët e stomaut dhe aciditeti ulët. Sa më pak aciditet ne të kemi në stomak, aq më shumë rritet helikobakteri. Vërtet ai përdor acidin ton, por në moment që ne kemi acid të lartë, atëherë dhe përthyrja e vitaminave dhe shpërhapja e tij në pjesët e sipërme të stomaut nuk ndodh. Nga ana tjetër thamë është stresi, konsumimi pijeve energjike apo gazrave, këtyre pijeve me gaz apo ushqimeve të këqija. Pra nuk mundesh të çorohet në këtë drejtim. Edhe pse ne mund të përdorim antibiotik, ne kemi probleme në këtë drejtim. Nga ana tjetër, sepse vriten dhe bakteret e mira ose llojet e tjera të po, në antibiotiku madje mund të kthehet edhe si bumerang, sepse patjetër kjo kthehet bumerang sepse ne disbalancojmë nivelin e zorës duke vrarë një pjesë të madhe të baktereve kryesore. Pra policat tanë të sigurimit të jetës tonë të imunitetit janë bakterit e mira në zorë. Ne i vrasim këta polica. Duke vrarë këta polica, duke i shkarkuar nga detyra, duke hequr policin e shtetit për shkakun siç është në Shqipëri, imagjinoni që krimi ka shtuar më shumë. Kjo është e padiskutuar. E njëjta gjë ndodh me antibiotikun. Pra është një rrugë e gabuar mendimi im të zgjidhet me anë të antibiotikut. Çfarë do të thotë që ne të rregullojmë probleme helikobakterit? Si mund ta trajtojmë pra? Ne në radhë parë nuk duhet të konsumojmë ushqimet që ushqejnë ato. Cilat janë ato? Yndyrnat të këqija, margarinën, vajrat vegetal, nivelet e proteinave të këqija, mishrat e përpunuara, të cilat e dëmtojnë dhe nga ana tjetër e rrisin nivelin e helikobakterit duke bërë që ai të ushqet më tepër dhe të lëshojë më tepër enzima dhe toksina. Duke lëshuar enzima dhe toksina, ai do të dëmtojë gjithë membranën. Mos harrojmë, helikobakteri nuk ha ushqimin ton. Se ne kemi një gabim në mendjen tonë. Themi që helikobakteri na ha vitaminat, mineralet. Jo, helikobakteri na ha ne. Ha qelizat tona, nuk ha ushqimin ton. Pra mos kujtoni se ai ha ushqimin. Ai nga ushqimet që ne shoqërojmë, nuk ha ushqimin, po atë do psojmë mukozën e stomakut, do dëmtojnë qelizat, do ulim aciditetin dhe si rrjedhoj do rrisim inflamacionin dhe si rrjedhoj helikobakteri do shtohet më tepër. Pra nuk është se ky me anë të elementeve të vet, ky eliminon vitaminën B12 e konsumon. Jo, nuk e konsumon. Ai nuk ha as hekurin, nuk ha as zinkun, as magnezin, as kalciumin, nuk i ha. Por ai prodhon dhe dëmton sistemin që e flis nëpërmjet nivelit të enzimave që prodhon, duke ulur nivelin e acidit të stomaut dhe duke ulur nivelin e acidit të stomaut, nuk çlirohet B12-a, nuk pretet hekuri, nuk aktivizohen disa enzima, nuk aktivizohet përthithja e kalciumit dhe elementeve të tjerë. Pra, është rol domino, nuk po të themi që ky ha. Pra mos keq kuptojmë këtë. Ushqimet që janë patatet e skuqura, fast foodet, qoftrat apo gjërat e disha, margarinat e ushqejnë, ëmbëlsirat, biskotrat, çokolladat industriale, pijet energjike, lëngjet e paketuara, mjedhi i bardh transformohet shumë shpejt në sheqer, në glukozë dhe ul nivelin e aciditetit, krijon fryrje dhe një mjedis ideal për të rritur të bakter. Alkooli dhe duhani ulin qarkullimin e gjakut në stomak dhe patjetër bëhet stomaku më i pambrojtur, ulin sistemin imunitar, shkarkojnë nivelin e vitaminës C që mos përthithet dhe një pjesë tyre. Kafeja rrit nivelin e aciditetit dhe rriton mukozën, aktivizon një lloj inflamacioni. Ushqimet që janë pikante, patjetër kanë nivele shumë të nivelit që kanë aciditet, limoni tepërt, nuk i bën mirë. Speci djegës në sasi nuk i bën mirë. Uthulla industriale është e dëmshme. Këto tushit industriale e dobësojnë dhe dëmtojnë. Dhe ushqimet më të mira që ato që e frenojnë, ato që e frenojnë më mirë, nga më të mirat, për shembull është lakra. Lakra. Sidomos lëngu i lakrës, sepse përmall lëngu lakra e pastër. Lëngu i pastër. Lëngu i lakrës sepse përmall nivelet të sulforanit. Ne dimë deri tani nga studimet që e shkatron proteinën mbrojtëse të helikobakterit. Ai lëshon thafsh një qeleshe, pra një kapele për sistemin mbrojtës, pra një sistem antiraketor, po themi në gjuhën popullore helikobakteri, dhe sulforani e shkatron. Në 250 mililitra lëng lakre të përdorur brenda 10 ditëve janë treguar që kemi një përmirësim të jashtëzakonshëm të shparosjes së helikobakterit. Në ana tjetër, edhe brokoli përmban sulforan në mënyrë natyrale. Në ana tjetër, mjalti manuka është nga më të mirët. Mjalti manuka ka një aktivitet antibakterial shumë të fortë. Përdoret në shumë klinika madje, duke u tretur me ujë ose përzier me xhinxherin, me hudhrën dhe pra me ujin, me xhinxherin dhe me hudhrën, është shumë i fuqishëm edhe si formë për ta eliminuar helikobakterin, sepse e paralizon. Nga ana tjetër janë farat e lirit, faraçia, sepse krijojnë një stres gjelatinoze që mbrojnë mukozën e stomakut. Dhe sa më shumë të mbrojnë
mukozë e stomaut, aq më shumë punë i duhet Helicobacteri që të mundohet edhe të lodhet. Përsëri nga aspekti i qelizave të dëmtuara është aloe vera. Aloe vera është një rigjenerues i mukozës tonë. Vaj ullit ekstravergjine, kur pihet sidomos në mëngjes, ka nivele të larta të polifenoleve që dëmtojnë membranën qelizore të bakterit. Po ashtu çaji kamomilit, çaji livandos, të cilët qetësojnë jo vetëm nivelin e mukozës dhe muskulaturën e stomaut, por ulin nivelin e inflamacionit, rrisin nivelin bakterial të mirë. Dhe kryesisht pastaj probiotikët nëse ne do i marrim në mënyrë natyrale që të rrisin aciditetin e stomaut, të mbështesin imunitetin, të mbengojnë rikthimin e këtyre dhe të modifikojnë dhe rregullojnë të gjithë këto elemente që unë thash. Por nëse do më thoni në aspekti tyre, a kemi ne mundësi që të marrim disa kura naturopatike, për sa kohë mund të zhduket Helicobacter përmes kurave naturopatike? I duhet shumë kohë? Shiko, i duhet një farë kohe, po ka disa protokolle. Disa trajnime naturopatike që kanë dhënë rezultate të efektshme është për shembull protokolli i sulforanit. Pra sulforan protokoll. Është protokolli triple probiotik. Është protokolli 5R gastrointestinal. Është protokolli Po këto janë protokollet të cilat duhet të rekomandohen nga një specialist, ose nuk i bën dot se lëngun e lakës e bëjmë vetë ne, ose farat, ose mjaltin manuka. Patjetër sepse kanë një kombinim me njëra tjetrën. Për shembull, unë do t'i jap një nga protokollet më të thjeshta. Në mëngjes kur çohet një person duhet të konsumojë një lugë vaj gjelle vaj ulliri. Dhe 5 minuta më pas një lugë mjalt manuka. Më pas të përzihen një gotë ujë me pak ginger dhe më pas duhet të konsumojë një probiotik kryesisht të lëngshëm. Pas kësaj, 30 minuta më pas, pra ose 20 minuta, varet se kur do haj ushqim ose jo, duhet të konsumoj edhe një lugë kafeje fars të zezë. Në momentin që jemi para drekës, pasi ka ndërë mëngjesin, duhet të konsumoj 200 ml lëng lakre dhe një lugë, po themi, sulforan ose plur të brokolit ose ato fijet e brokolit. Filizat. Pra duhet të konsumuar filizat e brokolit, bravo. Pas drekës, duhet konsumuar 20 minuta një çaj kamomili me mente për zier. Në mbasdite duhet shtypur një hudhër, nëse kemi mundësi, dhe të gërshetohet me një çaj gjingjeri. Dhe para gjumit duhet konsumuar 2 lugë gjel aloe vera dhe një gotë çaj jamballi. Midis ditëve pastaj bëhet disa kombinime të disa kërpurdhave medicinale, duke futur shiitake, maitake, çagan e tjerë, dhe disa element shtesë të vitaminës ndoshta B12 nëse do kemi një problem dhe të marrjes së zinkut. Pra është një lloj protokolli, sepse janë elementë që shtojnë. Nga ana tjetër, mbaron ky protokoll disa ditor dhe bëhet një kombinim midis lëngut të karotës, qumshit të bajames dhe lëngut të selinos. Sepse është parë që personat që kanë Helicobakteri kanë një mungesë të vitaminës A dhe zinkut në përgjithësi në stomaun e tyre. Kështu që në këtë rast unë po të them një lloj protokolli të thjeshtë, sepse protokollet e tjera që unë të thash janë 4-5 protokolle shumë të mira dhe profesionale që kanë dhënë rezultate deri në 96% të heqjes së Helicobacterit, heqjes ti dhe ndoshta ajo mund të rikthehet. E di pse mund të rikthehet, se thashë ajo mund të ndrojë në gojë. Po, edhe ushqimet që mund ta marrësh prapë. Po mund ta marrësh prapë nga uji, mund ta marrësh prapë nga predispozit, mund ta marrësh nga ushqimet, pra predispozita mund ta kesh, pra duhet të rregullojmë terrenin. Është shumë e rëndësishme që duhet të rregullojmë terrenin dhe ndikimin të mikrobiomës tonë, sepse të thash, është polici jonë imuniteti, duke rregulluar nivelin e aciditetit, prodhimin kryesor të marrjes të vitaminave, që është baza kryesore, dhe mbrojtja e mukozës stomaut janë baza kryesore që Helicobakteri mos zhvillohet. Nëse nuk e kapim këtë situatë, atëherë e ka për të shumuar me shpejtësi, do krijojë inflamacion, do rikthehet përsëri lehtë edhe pas trajtimit që ne mund të kemi bërë, qoftë me antibiotik ose qoftë me jo. Edhe kjo do na bëj pastaj që të kemi një imunitet shumë të dobësuar të na sillin pastaj ato probleme që tham, nga ulcera, gastriti, ulcera deri tek problemet e tumoreve. Që ne mund të na lidhin. Këto ishin për Helicobacter pylori. Tani pas publicitetit Altin do doja të flisnim për një frut të stinës, siç është dardha. Pse dardha konsiderohet si një frut kurues? Si zbulojmë disa veti të saj më njëherë pas publicitetit. Dardha, një nga frutat
ëmbël, më të butë, shumë miqësore për stomakun. Shpresoj që të kemi shumë informacione në lidhje me gjendje të caktuara shëndetësore. Di që konsumohet edhe me ato farat, lidhemi përsëri me Altinin, ndërkohë që bëj edhe hyrjen për dardhën. Di që edhe ato farat e veta kanë ndikim në shëndetin, kryesisht shëndetin e traktit urinar, po ashtu edhe lëkura e dardhës, po të tjera informacione do na i përcjellësh tani Altin. Na pëlqen ta konsumojmë, ka shumë shpreh, jo dardha në dardh, jo disa konsumime ose kombinime të dardhës me produkte të tjera që i arrisin atë fuqinë përthise apo ajo sinergjia ushqimore që ne themi gjithmonë kur kombinojmë ushqime. Le të kuptojmë diçka më tepër. Pse dardha mund të konsiderohet si një frut kurues? Kështu e thoni ju për t'i dhënë një farë vlere, por shumicën e rasteve njerëzit e neglizhojnë shumë. Jo më kot një studim në 2017 që është bërë në Francë, u pa që konsumimi i dardhës njerëzit nuk e vlerësonin fare dardhën, dhe po ashtu dhe në Itali nuk e vlerësonin si frut, dhe vinin nga frutat e fundit në konsumin e tyre. Pra, ishin të detyruar ta merrnin, jo sepse kishin dëshirë ta konsumonin ose të dinin vlerat e saj. Por ju bëni shumë mirë që i thoni këto, sepse njerëzit duhet ta dinë që çdo frut është unik. Dhe në këtë rast mund të themi që vërtet dardha është kuruese. Pse mund të quhet një frut kurus? Sepse e para njerë pastron dhe zbut problemet në mushkëri, mukusin e mushkërisë, sepse përmban pektin dhe sorbitol. Dhe duke u gërshetuar me ujërat strukturore, sepse frutat kanë një ujë strukturore të veçantë, por çdo frut ka një ujë strukturor të veçantë, sepse nga se është ndërtuar. Për shembull, dardha është ndërtuar nga pektina dhe sorbitoli, të cilat zbusin sekrecionet në rrugët e frymarrjes ku ne kemi koll, ku kemi gëlbaz, sidomos ku kemi koll të thatë, ku kemi iritime, ku kemi probleme me fytin. Në ana tjetër, është një hidratuese shumë mirë e sistemit respirator në mënyrë direkte. Sidomos lëngu i dardhës që ne mund shtrydhim ose më saktë një blender, një smoothie i dardhës e gërshetuar me një algë deti, edhe me një frut pylli, është vërtet një kur natyrore për problemet respiratore të mushkërisë. Edhe sepse fut nivelet edhe të klorofilit, që fut në algat, por edhe në aspekti ujë strukturor duke përmirësuar jashtëzakonisht edhe ftofjet, kollët, astmën bile, irritimet e mushkërive që ne mund të kemi. Nga ana tjetër, dardha është një ndihmuese e jashtëzakonshme e veshkave. Është detoksifikuesi natyral, e ka quajtur Hipokrati këtë, detoksifikues natyral i veshkave tonë. Sepse përmban nivele të mira të fibrave trece, ka nivele të larta të fibrave, por gërshetimi i fibrave me kaliumi dhe disa antioksidant kryesor që unë do t'i përmend po të milini kohën më pas, bën që personat që kanë mbajtje të ujit në trup, që kanë probleme urinimin e shpesht, personat që kanë tensionin e lartë, personat që kanë probleme ngarkesën në veshka, probleme që kanë inflamacionit të traktit urinar, duhet ta konsumojnë dardhën bashkë me pjesën e brendshme të saj që ka farat dhe pjesën e mesit të saj, që ne ndonjëherë qërojmë ose edhe përshtyjmë, sepse është një purgativ shumë i mirë për veshkat. Nga ana tjetër, është efektive për problemet e ushqimit të zorës, sepse ushqen nivelin e mikrobiomës, është nga më të mirat për stomakun, qetësuesi i stomakut në mënyrë natyrale. Në qoftë se do kemi një dardhë të pjekur, të zier, dhe një ilaç farmaceutik për ta qetësuar stomakun dhe zorën, ndoshta dardha do jetë më efektive. Jo me njëherë, pse kam dëgjuar që mos e konsumo esëll në mëngjes se të gryen stomakun? Po jo pra jo. Jo, pra, s'është absolutisht nuk ka asnjë gjë të vërtetu. Nga se, ti ke dëgjuar, po nga seja, do t'i them unë arsye. Tani një sekond. Pektina që ka dardha ushqen nivelin e baktereve të mira. Dhe zbut nivelin e kapslokut. Niveli vetë pektina e zbut të. Pektina ndodhet në lëkur, apo jo? Ndaj që nuk duhet qëruar. Po, sepse se ka 3 fish më tepër edhe nivelin e antioksidantëve dhe të vlerave i ka në lëkur. Disa fruta kanë 5 fish, dikush e ka 4 fish. Molla, për shembull, po. Molla, po. Pra, në përgjithësi lëkurat është baza kryesore. Madje edhe patatja në këto vendet për shembull që jetoj unë këtu në Suedi hahet me lëkurë, sepse ka shumë vlera të larta lëkure. Kivi po ashtu. Kivi po ashtu. Qetëson inflamacionin në zorë, ul rrezikun e problemit e hemoroideve. Dardha ul problemet e hemoroideve. Edhe është nga më të rekomanduarit për fëmijë që kanë probleme me kapslokun. Dhe konsumimi i saj i pjekur mirë, jo i pjekur në furrë, i pjekur në pemë, po. Në pemë, ose ku e ke marrë në shtëpi, atëre konsumimi në mëngjes saj bën këto gjëra. Nga ana tjetër mbron mëlçinë dhe ndihmon detoksifikimin të mëlçia. Sidomos kombinimi i saj me lëngun e karotës dhe me çajin e rozmarinës duke shoqëruar,
bën një ulje, ka bën një pastrim me shumë më të mirë të mëlçisë se mund të bënin vetë këto gjëra. Në ana tjetër ul nivelin e stresit në mëlçi, duke bërë që rigjenerimi i qelizave të hepatike të jetë shumë herë më i mirë, të ndihmojë dhe balancimin e yndyrave në gjak, se mëlçia bën një balancim të yndyrave në gjak dhe është pikërisht dardha nëpërmjet disa aminoacideve të saj jo esencial dhe nëpërmjet disa polifenoleve që bëjnë që balancimi i yndyrave në gjak të jetë më i mirë kur merret nga mëlçia. Nga ana tjetër ul temperaturën e trupit dhe inflamacionin. Pra ndihmon në temperaturën e trupit dhe duhet konsumuar sepse balancon sistemin e mikrobiomës, një qetëson stomakun e irrituar, ul nivelin e aciditetit për dakimit të lartë në atë momente dhe po ashtu në moment ku kemi temperaturë fëmijëve duhet t'ia japim. Është shumë e mirë për problemet e njerëzve që janë me diabet, sepse ka një indeks glicemik shumë të ulur, ka fibra shumë të larta që duan shumë kohë që ato të merren dhe të shkojnë deri në pankreas për të prodhuar nivelin glicemik dhe ka nivelet të sorbitolit. Sorbitoli çfarë bën? Sorbitoli ngadalson absorbimin e sheqerit dhe për këtë arsye është një frut i sigurt për diabetikët. Unë kam dëgjuar që diabetikët nuk e konsumojnë dot se ka sheqer së dardhë dhe ëmbël. Po jo pra, jo. Ka nivele sorbitoli, ka fibra, çdo element që ka fibra dhe sorbitol do një kohë shumë të gjatë me pikatore i shtohet niveli i insulinës së ngritur në trupin e tij. Nga ana tjetër, ngadalson plakjen. Sepse në flavonoidet që mban, vitamina C, quercetina që është një antiinflamator shumë i fuqishëm, antioksidantët natyral, bëjnë që qelizat inflamatore kronike të fillojnë të ulet dhe po ashtu të bëhet një rigjenerim qelizor i brendshëm, por dhe pastrimi i qelizave të vdekura nga brenda. Pra është nga rastet më të mira. Në rastet e tjera rekomandohet për problemet të tensionit më duket, të mbipeshës dhe të problemit të diabetit që ne tham, dhe nga ana tjetër do të themi një gjë shumë të veçantë. Se njerëzit e ngatrojnë. Frutat që kanë nivel të ujit të lartë strukturor, dardha ka diku 87%. Më i larti është kastraveci me 97% ujë strukturor. Është kampioni i ujit të strukturuar. Ka ujë të strukturuar të ndërtuar nëpërmjet silicit dhe ka një hidratim shumë të shpejtë. Shalqiri ka një tjetër gjë sepse ka gërshëtimin e citrulinës me likopenin, me ujin e strukturuar dhe jep të tjera efekte. Dardha jep të tjera sepse thash ka nivelet e sorbitolit në të drejtim. Pra ka pektinën dhe sorbitoli që është për mushkrin. Çdo gjë është, për shembull, shalqiu është për veshkat, është për pastrimin e mushkrisë, për uljen e temperaturës, të rritjen e energjisë. Mollët që janë të ngjashëm me dardhën, por kanë më pak pektinë në këtë rast. Kanë rreth 85% ujë të strukturuar. Piepri ka 92% ujë, se përmban nivele të larta të elektrolitesh. Nëse ne duam të marrim nivele të larta elektrolitesh dhe nuk e kemi marrë, do ta marrim nga uji i kokosit dhe nga piepri në mënyrë natyrale, ose nga lakra. Për shembull, lakra ka një kombinim të jashtëzakonshëm mineralesh edhe një detoksifikues i vërtet që ka rreth 90%. Lakrat toselinoja, lakrat, po themi të gjitha në formën e tyre. Kjo është një nga arsyet që dardha jep efekte të problemi i kollës, të problemi i azmës, të problemi i elementeve të tjerë. Nga ana tjetër, çfarë ndodh me pektinën? Pektina bën një formimin e xhelit në zor. Dhe duke bërë një formim të, unë e thash edhe më parë tek problemi i helikobakterit, duke u formuar xheli në zor, ne kemi krijohet një antikapslëk në trupin tonë dhe një lloj detoksifikimi dhe ruajtje e mukozës. Nga ana tjetër krijon një normalizim të lëvizjes zorës se ulet niveli i stresit në zor dhe bën dhe uljen e kolesterolit niveli që formohet nga pektinat. Dhe nga ana tjetër bëhet stabilizimi i sheqerit në gjak. Nga ana tjetër dardhat kur janë të forta kanë më shumë pektinë. Në qoftë se tu duhet të ndalesha pak te përzgjedhja, Altin, te përzgjedhja në treg e dardhave, se janë ca dardha të forta, të mëdhaja, të vogla, ne zgjedhim gjithmonë ato më të bukurat, më të mëdhajat, por cilat duhet të jenë më të shëndetshme sipas jush? Atëre, e para kryesorja është që sot kemi vënë që shumica e frutave në botë vilen më shpejt se ç'duhet. Dhe afërsisht 30-35%, nëse ne kemi mungesë të mineraleve dhe vitaminave që ne themi pse nuk po i marrim nga frutat dhe perimet, është sepse duke u putur nga pema, ne pusim gjithë procesin biologjik që ato duhet vazhdojnë për të marrë nivelin e rritjes së tyre. Por në momentin që ato fillojnë edhe piqen në mënyrë natyrale edhe në shtëpi, pasi janë kaputur nga pema, i lëm aty, me këtë duhet të qëndrojë për shembull dardha. I çlirojnë, nëse do të piqet më shpejt do të qëndrojë afër bananës. Afër bananës. Po, nëse ne marrim të fortë, afër bananës apo piqet shumë më shpejt. Për shembull, do ishte shumë interesante të tregom disa kombinime. Kam dëgjuar për shembull për hurmën që duhet të jetë ta vendosim me smollëve. Për të pjekur... Me smollëve, po. Një moll, një hurmë, një moll, një hurmë, një moll, një hurmë, një moll, një hurmë. Më e mira do ishte molla starkinge.
e kuqe. Pse? Me hurmën, për një arsye sepse qelizat e hurmës ndjejnë ngjyrën e mollës. Është vërtetuar në 2022 kjo. Nuk di deri dje, po pleq tanë të vjetër dhe të para tanë e dinin. Kur vjet një mollë jeshile, shikoni që nuk bëj pjekja më e mirë. Në mënyra e komunikimit të hurmës me mollën, duke parë që është e kuqe, ngatron pak ngjyrat në nuancë, kujton sikur është vetë është hurma tjetër. Pra nuk e din ata që është mollë. Mënyra e mollë pra një mollë e kuqe një hurmë, një mollë e kuqe një hurmë. Ndërsa në mes të bananes hapet banania në mes dhe futet 2-3 dardh në një rresht banane. 2-3 dardh ose 2-3 dardh, pra mund të fusim 4-5 banane të hapura në formën e gishtit kështu, futen bananet këtu. Ato dardhët tek pjesa e bananes është gjë më e mira që ne mund të bëjmë. Mos harrojmë diçka. Nëse do më lejoni t'ju them pse ka një efekt të mirë edhe kundër alergjisë. Shumë shkurt, po, sepse jemi drejt fundit. Sidomos për fëmijët që janë mbi 6 muaj. Është e rekomandueshme jashtëzakonisht dardha, lëngu i tyre, konsumimi i tyre, shtypja e tyre, zirja e tyre, sepse është antialergjike dhe shumë e mirë. Nga ana tjetër mos kujtojmë gjë, rrit nivelin e prodhimit të urinës dhe mos harrojmë nivelet e larta që bën dardha në nivelet e aminoacideve që ka. Sepse niveli që ka ajo ka quercetin, ka kanferol, ka nivelet të katekinës, ka epikatekin, ka acidin klorogjenik, ka acidin kafeik, ka acidin felurik, prandaj bëj të gjitha këto. Po ka disa aminoacide kryesore në dardhë, siç është lizina, është valina, është teonina, është triptofani, po ka dhe aminoacide jo esenciale në dardhë, siç është për shembull acidi glutamik, seritina, glicina, është arginina, prolina, alinina. Pra, të gjitha këto bëjnë që katekinat e dardhës, quercetina, acidi klorogjenik, sjellin nivele antiinflamatore dhe aminoacidet kryesore duke bërë që të ndihmojnë edhe urinimin, edhe mëlçinë, edhe problemet e veshkave, dhe mbështetjen qelizore dhe problemin e veshjes të stomakut dhe të zorës dhe të heqjes së kapslokut. Mirë, aty se jemi në fund dhe ju thatë që deri në 5 dardhë në ditë, në kohën që kemi sa më shumë duhet konsumuar, por ne nuk tham disa receta se çfarë si mund t'i bëni, po një recetë më duhet, po. Një recetë unë e thash për shembull për të shtrydhur. Një recetë tjetër për shembull mund të bëhet e zier nëpërmjet kanellës, karafilit, xhinxherit dhe me lëkurën e portokallit. Është shumë efektive për problemin antiimun dhe për problemet edhe të stomakut, edhe problemet e zorës dhe për problemet e rigjenerimit të mëlçisë. Dhe po ashtu dhe për problemin e rigjenerimit të metabolizmit e energjik. Pra në një aspekt. Në ana tjetër, gërshetimi i dardhës në gatim me shafranin e indis është parë që është jashtëzakonisht kuruese për problemet e sistemit inflamator të mushkërive, të pastrimit të tyre. Gërshetimi përsëri i dardhës me hurmën arabe, nëse ne kemi gërshet ngrohet hurma arabe, ose duhet të temperaturë të lartë në shtëpi ose kemi ngrohur në mikrovalë apo në një tigana, nuk e di, dhe dardha po ashtu e prerë duhet qëndrojnë bashkë me njëra tjetrën e gërshetuar me arat, sidomos në darkë. Gërshetimi i arave me hurmën arabe e shoqëruar edhe me një kivi është ndoshta një nga ilaçet më të mira që ne do t'i japim sistemit nervor, pastrimit dhe problemet e heqjes të detoksifikimit që mund të bëjmë që nga mëlçia, veshkat dhe sidomos rrugëve biliare, nëse do kemi probleme në tëmth, por edhe problemeve të qetësisë mendore dhe fjetjes më të mirë gjumit, të një qetësie më të mirë dhe kaluam minutazhin. Falenderoj shumë. Nuk kam faj unë që nga fundit ti nxiton shumë dhe që na kritikojnë, por që të tilla janë informacionet dhe temat e shëndetit nuk rreshtin kurrë së patur informacione. Unë dua t'jap sa më shumë informacion dhe ky ka qenë thendi, prandaj dhe unë nxitoj, më falni. Falenderojmë për këshillat, faleminderit dhe juve që na ndoqët, kalofshi një ditë të bukur, mirupafshim.